Rahim. Kjo është, nëse nuk gaboj, surja e 3 ose e 4, të cilës po I qasemi me meditime të reja. Pra nuk e kemi ndërmend që ta elaborojmë e t'i bëjmë komentim klasik ose bashkëkohor, mirë po ajo çka po përpiqem mbi gjitha me juve është me ja dhuru Kur'anit një qasje tjetër. E na teksa I qasemi Kur'anit ashtu ndryshe e pak ma mirë, me e përfitu një mendësi të re rreth jetës, botës, familjes, politikës, halleve, problemeve, mendjes, vështirësive e kështu me radhë. Pra, në momentin që ngritemi nga sofra e Kur'anit, mendojmë më ndryshe. I shokimi thot, o çudi thot, shumica jon flasim për namazin, flasim për agjërimin, mirë po pafund kena probleme të brendshme, pafund kemi muslimon me stres, pafund muslimon çan kohën nga sihri kështu me radhë. Pse kjo? Për shkak të mos kuptimit të drejtë të ligjeve universale të Zotit e gjërave tjera. Surja që po du me ju qas më ndryshe është surja Saf. Mirë po e kam thonë duket edhe një herë tjetër që për me kuptu Kur'anin, për me kuptu një sure përmbajtësisht duhet me kuptu edhe kronologjinë e surës. Pra ajo surë që ka zbrit para saj, ajo pas një që me ndërlidh, me ndërthur. Zoti madhruar në Kur'an thot Elif Lam Ra. Gjithmonë këtë surë që filloj me këto hurufën muqatta'un, domethënë shkronjat të ndërprera, shkronjat që nuk kanë kështu domethënë kuptim të jashtëm, duhet me ndërlidh, me bëhat surën sikur panoram që ka një farë lloj ndërthurje të mirë, në mënyrë që me jap një farë lloj kështu kuptimi drejt, e Allahu I madhruar kur I fillon këtu sure me këto shkronja, ato ka diçka të madhe. Edhe shikoni sa është e bukur surja Hud. Surja Hud e ka marrë emrin e një pejgamberi. Në fakt, mas poko që flitet ato është domon për Hudin alayhis salam. Ku çon ajo sure? Ku s'përplas? Elif Lam Ra çka? Kitabun uhkimat ayatu. Libri të cilit janë ndërthurur ajetet, janë përplotësuar ajetet, janë përpjestu. Ato nuk janë, domethënë kundërthënëse. Nuk ka brenda tyre dogma, nuk ka brenda tyre diçka kështu të jashtëzakonshme në kuptimin thua se çka tha Hoxha për shemb. Kur'ani është shumë I lehtë. Ne e kena bë Kur'anin të vështirë edhe që besa ua kemi gërdit, ua kemi bë diçka jo të bukur, jo të këndshëm, domethënë të tjerëve, me qenë se shpjegimi ynë edhe këndvështrimi ynë ndaj atij e përballë tij është ose I dobët në rastin më të mirë ose zotruna me prapavit keqe. Sikurse edhe na ndodh kur na ndëgjojmë lloj komentimi, lloj shpjegimi që as nuk përkon as me kohën, as me realitetin që besa, as me rregullat fetare. Nga cili do grup, nga cili do tabor, nga cila do ideologji. Kur'ani nuk flet me emra, po ai bën ballë të keqës në gjitha kohrat e ndaj çdo kujt. Nuk lëshon pe. Kur'ani nuk lëshon pe tek e vërteta. Si ja bën shefin as kujt, bela as pejgamberit alayhis salam. Ka sure kur fillon duke e çortu, duke e mësu, duke I thonë re e bohu ju vëmendshëm, ja juhen nebiu taqillah. Surja Ahzab, surja e grupeve, surja e paleve ka filluar çështu, në haperuese, ja ejuhen nebi. O ti pejgamber, edhe ka orë ja, që ja është thirrje që do ta tregojmë surën Saf, kur ka orë ja juhel ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Edhe këtu Zoti kur e bën këtë lloj thirrje, këtë lloj thirrje me këtë zgjatim kaq të furishëm, ja ejuhen nebi, po do më mësoj pejgamberin diçka shumë të rëndësishme. Edhe për mësimeve të para që I marrëm tek surja Ahzab, nëse e meditoni kështu edhe ndërlidhni, pra ndërthurja e surës, çka mësoni mas pore tek sura kur I thot ashtu pejgamberit ja juhen nebiu taqillah, o ti pejgamberi I Zotit, o ti pejgamber ki frikë Zotin. Po çka me pas frikë Zotin? Çka ndodh mas kësaj kur I ki frikë Zotit? Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Mos ju bind, mos I ndëgjo, mos u bë pjesë e tyne, mos u ndika, mos ju përngjasa. Kujna, ju besimtarve edhe munafiqave, çka I bie me një fjalë me gjuhën tonë, me gjuhën bashkëkohore, mos u korrupto. Po edhe I pa korruptueshëm, sepse pejgamberi ka qenë lider e Zoti sikurse po jep këtë mësim që në fillim të surës, sepse ajo sure ku nuk çon, ku nuk përplas,
të kallëzon pafund gjona, mëson pafund gjona, e që besa nëse e mëson i surën Ahzab mirë, të bën lider, të formon, edhe t'ja pafund mësime e orientime e këshilla e udhëzime, cilat njeriu nëse ju përmbahet nuk devion, nuk lakon, nuk shitet asnjëherë. E mësimi i parë të Ahzabi e mëson, o pejgamberi i Zotit, Zoti ta ka jap një mesazh të madh, të ka bë lider të popullit, të ka ngrit mbi të tjerët. Po meqense të ka ngrit, nuk do të thotë se je më i mirë se ata. Tash je shërptori tyne. E meqense je shërptori tyne, do të kesh pafund lëngata, pafund jushje. Po ti, ja ju në nebit të killa. Kujtoje ati që të ka pru ato, kujtoje beslidhin që e ke bo me to, që e ke nënshkru, që e ke përpilu, e gjatë rrugës mos e të rathë popullin tënë. Ja ju në nebit të killa. Qështu do të me qenë thirësi. Sa hartë joshët e sa hartë të japin poste oferta, ja ju në nebit të killa. Mos e harra këta. Ti këthejmi surës Feth. Këthejmi të tema jonë, ma mirë. Sepse thirësat e larë për këtyre kuptimeve të Kur'anit. Pra thamë, për me kuptu Kur'anin, do të me ndërthur, do të me ndërlidh, do të me ja përbashku ato kuptimet e mëdhaja, ato mesazhet, do me thonë se mes ajeteve dhe mes kontekstit. Pra ka zbrit surja Feth, pastaj ka zbrit surja Saf, pastaj ka zbrit surja Taghabun. Edhe në Taghabun ka mësime pafund. Mirë, po tek surja Feth e morëm diçka të bukur. Allahu po i thot pejgamberit alayhis salam kështu, pra në këtë lloj mënyre po i qasët, këtë lloj mënyre po e fillon surën. Kur'ani nuk ka rasti. Mirë, po pe mrekullive të Kur'anit është ajo shumë i shkurt. Pra mrekullia më e madhe e tij që ajo është shumë koncis. Nuk lejon shumë hollësira. Mirë, po mënyra se si e pikas mesazhin është e habitshme. Është e mrekullueshme. Vetëse për këtë duhet mendje që e te i kalojnë vetën, e te i kalojnë zakonin, e te i kalojnë grupin, ideologjinë e vet, i te i kalojnë njerëzit, e i qasën me zemër të pastërt edhe me mendje të kthellët. Inna fatahna laka fathan mubina. Fatahna lak, një pikë kuptimeve që po mvije tash, që nuk e kam shkruar, nuk e kam menduar më herët, meqense ky ajet flet për marrëveshjen e Hudejbijes, atë marrëveshje që ka qenë bajagi e gjatë, edhe goxha e zahmetshme, goxha e mundimshme, pas atyre negociatave e lëngatave derisa është arrit, e kanë dalë më për fundim, Allahu po i thot inna fatahna laka fathan mubina. Sikurse po i thot nëpërmjet kësaj marrëveshje po ta hapim rrugën e triumfit. Dhe ashtu ndodhi. Pra marrëveshja e Hudejbijes nga Omeri radhiyallahu ta'ala anhu u konsideronte debakël. Edhe unë nëse nuk harroj kështu me përpilu njëjtë, kam thonë një herë tek një ligjërat të shkurtër kur kam folur për marrëveshjen e Hudejbijes, kam thonë realisht nëse e shikon marrëveshjen e Hudejbijes, nëse ja shikon pikat ose atë panoramën, atë preambulën, duket debakël, sepse në preambul nuk e ki thelbin, tek nenët nuk e ki simbolin. Bile pejgamberi alayhis salam e fshiu dhe emrin e tij. I ndëgjoj me një fjalë ose ju bind kështu nga jashtë Kurejshve, kokave të Kurejshve, kokave të kapitalit. A ju bind atyre. Allahu po nëpërmjet kësaj mençurie, nëpërmjet këtij veprimi, nëpërmjet këtij hipoteze, ta hapëm rrugën e triumfit. E kur në triumfi? Ditën e Shërimit, ditën e Shërimit të Mekës. E para. E dyta, tek surja Feth, mësojmë diçka shumë interesante. Marrëveshja ka destinim, ka betejë, ka hap, ka finalizim. Gjitha i bani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është, domethënë, kur thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha për pejgamberin alayhis salam ka qenë Kurani i gjallë. Që kjo është me trupzu Kur'anin. Që i thonë arabisht tashkhis, me e bë tamam sikur trup, ato ajetet me trupzu, me i bë gjalla. E pejgamberi alayhis salam e arriti. Pra edhe kishte destinim, destinimi ishte i qartë, në ditë me shtri ligjin e Zotit tokë, më bë me këmbë si tin tokë, i pa ka betejë. O betejë nuk do të thotë me luftu vetëm me shpata. Ka edhe betejë diplomatike. Pejgamberi alayhis salam ishte njeri korrekt, i ditun paraprakisht, i formu mirë. Pra pejgamberi alayhis salam është formu në sofën e Kur'anit, është formu në mbikëqyrjen e hynorës, në mbikëqyrjen e qiellit.
andaj edhe nuk ka pasur mundësi të ndodh ndryshe. Mirë, marrëveshja ka hap, ajo është graduale, prandaj edhe pejgamberi nuk u ngut, nuk mori vendime kështu të shpejta, të pamendume, që rrjedhin nga emocioni. Sa kaq ishte njeri me principe, edhe megjithatë ishte lider. Pra pejgamberi alayhis salam e kishte hall popullin e tij, nuk e kishte hall veten, sepse ati paraprakisht u ishin ofruar shumë mundësi e pafund oferta vetëm që të bëj kompromis. Mirë, po ai e kishte zgjedhur rrugën fastaqim kama umirt. Nëse në herë Zoti na mëson me fol për atë, domethënë bisedën e dialogun, një prej veçorive kryesore të surës Hud, pra në surja Hud a shumë pak flitet për surën Hud. Është e çuditshëm Kur'ani, ha? Vetë që duhet me pas mendje që i qasën drejt. Shumë pak flitet për Hudin alayhis salam, mirë po surën Hud e mësoni këtë rregull qellor, fastaqim kama umirt. Po njëherë duhet me mësu menhexhin, metodologjinë e pejgamberit alayhis salam, metodologjinë e Kur'anit. Atë që ka ngërthën Kur'anin vetvete, e dyta fastaqim kama umirt. Që është përmendur sura Ahzab. Sa shumë Zoti i qaset nëpërmjet shprehjeve të ndryshme, nëpërmjet konteksteve të ndryshme pejgamberit alayhis salam. Se ta surën Hud në fund Allah thotë kedhalika naqussu alayka min anba'i rusul. Po ti kallzojmë këto histori, këto ngjarje, këtë kronologji prej Nuhut deri tek Shoaibi, deri tek Musa kështu më radh, për çka i nuthabbita bihi fuadak. Me ta forcu zemrën. Bile atë zbritja e Kur'anit kështu në mënyrë graduale ka zbrit për të qëllim. Allahu në surën Furqan po i thotë, po ata domon Shafira thonë, pse nuk po zbret ky Kur'ani jumlatan wahida. Po një herë është pa ngjashëm merre çashtu tani ti praktikoj. Allahu po ta zbritën Kur'anin kështu me gradualitet. Pse? Linuthabbita bihi fuadak. Ke lam ta'lil, që kjo mënyrë e zbritjes së Kur'anit në mënyrë graduale, për çka po ndodh? Me ta forcu zemrën, me ta po zemrën tek palekundur. Kur dish mejdan, ose me pas më kësi don probleme që neve na ndodhin, me pak sen na blejnë, me pak sen shito. Kjo s'do asnjëherë te pejgamberi. Pse? Se edhe zbritja e Kur'anit ka ndodhur në mënyrë graduale. Andaj unë kam thonë në një ders kur kemi marrë ato derset e Davetit, kam thonë se ato gabimet që kanë ndodhur nga disa prej sahabëve s'ka pas mundësi me ndodh pe Abu Bekrit e Omerit. Jo pse ata janë të pagabushëm, po tjetër kun janë formuar. Edhe kohëzgjatja e formimit ka qenë këtë tjetër fare. Andaj edhe s'ka pas as gabime ose as kërkesa banale nganjëherë nga disa prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam, që ka qenë ose tri ose formimi ka qenë i mangët. Ka pas mungesë të formimit të duhur. Kjo është. Edhe pejgamberi alayhis salam është formuar në sofën e Kur'anit, në mbikëqyrjen e hyjnorës, s'ka pas mundësi me do ndryshe. Kjo është një prej gjërave që e kam nxjerr kështu nga meditimi, gjë e përbashkët me surën Saf. E dyta që e kam nxjerr, e kam shkruar kështu, e përbashkëta është se tek të dyjat ka kronologji. Pra tek të dyjat Zoti na jep një farlloj kështu kthimi mbrapa për të na jap atë mesazhin që ai synon tek libri i tij. Edhe në surën Feth, edhe në surën Saf, për shembull në surën Saf e ki kur e tregon atë që ka ndodhur me Ben Israilit përballë Isa alayhis salam, ose kur Musa alayhis salam i thot popullit, "Lima tu'dhunani", ku ata e lëndojnë, e ofendojnë, e sulmojnë, e shpifin, në vend që t'ja dim vlerën, sikurse na ndodhen neve, në vend që ta mojmë afër një njeri të mençur, na e dëbojmë, e raskapitim, e largojmë, e anatemojmë, e lëndojmë, e vrasim, edhe këtë e bëjmë. Sikurse ka ndodhur edhe me popujt e tjerë që i kanë vrarë pejgamberët, misionarët, vend që me dal nënën e tyre e me mbështet, e me sakrifiku për kauzën e tyre, ata lëre që se kanë bërë këtë, po i kanë vrarë. E me lenin Allahut mandum, në ligjëratën tjetër do të flasim për dobi tjera nga sura Feth që na lidhen me surën Saf. Allah e do gjitha të mirat e faleminderit shumë.